Përshëndetje të nderuar shikues, ju uroj mirëseardhje në hapësirën informative në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot do të ndiqni. Intensiteti i rreshjeve të shiut në qarkun Gjirokastër ka rënë gjatë ditës së sotme. Akset rrugore kombëtare janë të qarkullueshme, ndërsa në disa zona rurale të Gjirokastrës dhe Libohovës ekipet po punojnë për rikthimin e qarkullimit në segmentet e dëmtuara. Prurjet e lumit Vjosa kanë rënë gjithashtu, duke bërë që lumi të rjedhë brenda shtratit të tij pa rrezikuar zonat e banimit. Rreshjet e fundit kanë shkaktuar probleme në fshatin Dervician të Gjirokastrës, ku ujërat kanë hyrë në disa bore banesash dhe kanë përmbytur zona pranë rrugëve. Autoritetet lokale po monitorojnë nga afër zhvillimet dhe pritet të marrin masa për të shmangur një përkeqësim të mundshëm të përmbytjeve. Rreshjet e djeshme kryan problematika të shumta në bashkitë Delvin, Finiq dhe Sarand. Nën prefekti i Sarandës, Kristaq Kiço, thotë se ekipet e emergjencave po punojnë për evidentimin e dëmeve në terren, ndërsa shton se problem kryesor mbetet furnizimi me ujë të pijshëm, i ndërprer për shkak të turbullimit të ujit nga burimi në Varicës dhe Puset e Vrionit, ku po punohet për pastrimin dhe rikthimin e shërbimit normal. Mes 40 kurseve që ofron Qendra e Formimit Profesional në Gjirokastër është edhe ai i kuzhinës. Në drejtimin e instruktorit Besnik Hoxha, pjesëmarrësit mësojnë sekretet e recetave të gatimit, duke i zbatuar ato në kuzhinën që ofron qendra. Të rinjt shprehen se janë të interesuar për të shtuar njohurit me qëllim që të aftësojnë sa më shumë në këtë drejtim. Ju njohim tani më gjerësisht. Intensiteti i rreshjeve të shiut në qarkun e Gjirokastrës ka rënë gjatë ditës së sotme. Akset rrugore kombëtare janë të qarkullueshme, ndërsa në disa zona rurale të Gjirokastrës dhe Libohovës ekipet po punojnë për rikthimin e qarkullimit në segmentet e dëmtuara. Prurjet e lumit të Vjosa kanë rënë gjithashtu, duke bërë që lumi të rjedhë brenda shtratit të tij pa rrezikuar zonat e banimit. Situata nga rreshjet e shiut është përmirësuar ndjeshëm në qarkun e Gjirokastrës. Aktualisht, sipas të dhënave, rreshjet e shiut po vazhdojnë me intensitet mesatar. Aktualisht, Vjosa në qarkun e Gjirokastrës është brenda shtratit. Në teritorin e qarkut Gjirokastër, në bashkinë Tepelen, akset rrugore Dukaj Krodhaj dhe rruga e fshatit Mamaj, njësi administrative qendër, janë hapur plotësisht, kurse në aksin rrugor Salari e Lezaj po punohet akoma. Në Memaliaj, rruga e fshatit Alkomema, njësi administrative Krahës, rruga është pastruar nga inertet dhe është kthyer në normalitet. Në bashkinë Gjirokastër, aksi rrugor Kolojnë Golom, ku ka patur shkitje të dherave, po punohet nga firma kontraktuese për ndërtimin e këtij segmenti rrugor. Në bashkinë Libohov, në segmentin rrugor Suh Poliçan, njësi administrative qendër, ku ka shkar një këmbë urës, po punohet nga punonjësit e bashkisë Libohov dhe Dropull për riparimin e problemit dhe vënies në funksion të kësaj ure. Për sa i përket energjisë elektrike, për momentin është i stakuar fideri në Maricaj në bashkinë Memaliaj, ndërsa të gjitha bashkitë e tjera furnizohen normalisht. Niveli i Vjosës në Memaliaj është 6.8 metër, kurse në urën e Përmetit 5.6 metër. Pas rreshjeve intensive që përfshin zonën e Gjirokastrës gjatë 2 ditëve të fundit, situata ka filluar të përmirësohet, ndërsa problematika mbetet vetëm në disa akse rurale. Në aksin rrugor Kolonjë Golëm, firma kontraktuese po punon për rikthimin e qarkullimit në segmentet e dëmtuara nga rrëshqitjet e dheut. Strukturat vendore dhe ekipet e emergjencës po monitorojnë situatën nga afër dhe ndërhyjnë në kohë për të mbrojtur banorët dhe infrastruktura. Rreshjet intensive të shiut që kanë përfshirë zonën e Gjirokastrës gjatë 2 ditëve të fundit kanë shkaktuar problematika për banorët. Si shkak i rrëshqitjeve të tokës janë dëmtuar disa segmente rrugore në fshatra malor të bashkisë Gjirokastër, ndërkohë që po punohet për rikthimin e qarkullimit automjeteve në këto zona. Kemi patur në njësinë administrative Antigone, në një vend pati një rrëshqitje dhe u mbi rrugë dhe u ndërhyi nga mjetet e bashkisë, u pastrua, u bë e kalueshme. Gjithashtu po në të njëjtët orë pak a shumë doli dhe një prua i cili bëri rrugën të pakalueshme dhe gjithashtu dhe atje u ndërhyi që të bëj rruga e kalueshme. Po atë ditë nga këto shira u rrezikua stani një bariu në zonën e Pllakadhis, pasi kishin qarë argjinaturën e lumit për të kaluar baktit dhe uji i vajti tek stani. Por në morën masat që argjinatura të mbyllej brenda
asaj darke, se qenë dark në errësirë, dhe ai stan u shpëtua. Shqetësim në ditë me rreshje shiu në Gjirokastër, ngelet ndotja e përrenjve malor duke shkaktuar rrezikun e përmbytjeve nga vërshimi i ujrave. Në projnë e Ficos pranë bibliotekës së qytetit u ndërhyr duke u hequr një sasi dherash dhe kuptohet ajo pati ndikimin e saj pozitiv, domethënë. Problemi atje u krijuan nga plerat që hedhin qytetarët. Atje janë 2 zgara, të cilat momenti që shirat erdhën ato u bllokuan. Dhe u rrezikua dalja e ujit mbi në rrugë. Por me punëtor u bë mundur pastrimi i saj. Kurse prej të tjerë, domethënë janë në parametra gati optimal, me fjalë për të duan ndërhyrje të vitit që vjen në pranverë duan ndërhyrje, por aktualisht punojnë optimalisht. Gjithashtu veproi çullosi është problematik, bashkia mban gjithmonë një mjet që në momentin që paraqet rrezik, ai mjet ndërhyn për të stabilizuar gjendjen. Gjatë ditës së sotme në Gjirokastër u regjistrua një rënje e intensitetit të rreshjeve, megjithatë problematik ngelet rritja e prurjeve të lumit Drino dhe shkarkimet e tij në basenin e Vjosës. Rreshjet e fundit kanë shkaktuar probleme në fshatin Dervician të Gjirokastrës, ku ujrat kanë hyrë në disa obore banesash dhe kanë përmbytur zona pranë rrugëve. Autoritetet lokale po monitorojnë nga afër zhvillimet dhe pritet të marrin masa për të shmangur një përkeqësim të mundshëm të përmbytjeve. Rreshjet e ditëve të fundit kanë krijuar problematika edhe në bashkinë Dropull. Në një pjesë të fshatit Dervician, ujrat jo vetëm që kanë përmbytur fushat, por kanë hyrë edhe në për rrugët e lagjeve, duke përmbytur edhe disa banesa. Situata mbetet shqetësuese, pasi niveli i ujit rrezikon edhe një kabinë elektrike në këtë lagje, duke lënë për orë të tëra, pa energji një pjesë të fshatit. Autoritetet janë në teren, por banorët kërkojnë ndërhyrje më të shpejtë për të shmangur përkeqësimin e situatës. Na kanë bërë ato murin, është me beto dhe nuk dalin ujrat. Gjithmonë që ka rreshje, çfarë të them? Rrezikon shtëpia? Rrezikohet. Depon poshtë kam plot me ujë në shtëpi. Jemi të rrezikuar. Këtu sidomos në lagjet tonë ka qenë shumë e keqe. Kemi qenë ditë e dinet pa drita. Në errësirë. Ja lagur disa shtëpi këtë janë dhe poshtë të them. Asë një masë kanë marrë. Gjithë natën kështu njerëzit vërdall pa drita, pa... Si mos më keq po të jesh dhe sëmur. Për ata që kanë që sëmur, shumë keq. Po qëndër të nga e marta pas dite, në kinë orën 3. Kinë orën 3 pas dite, 3 ditë pa drita, si të bëjmë? Këte ka problem, ja, të është pja... Kam probleme. Kishte, ishe futë të se voksera. Pastaj ja, pa drita a bëhet kjo punë. Kryeplaku i fshatit Filip Boboli shprehet se kjo situatë përsëritet sa herë ka rreshje të dendura duke rrezikuar banorët e zonës, si nga përmbytjet ashtu edhe nga kabina që mbushet me ujë. Ai kërkon që instancat përkatëse të marrin masa të menjëhershme për të shmangur çdo lloj rreziku. Situata e lagjes këtu, që ditën e parë, para 2 ditësh, kishim të mëdha prurje ujë nga mali dhe tubinat që janë në rrugë nuk funksionuan nga uji i shumta që kishte dhe plus dhe mbeturina që solli prurja e ujit nga mali. Edhe banesat rrezikojnë, edhe rrugët nuk janë të kalueshme, pa energji, kemi 3 ditë pa energji dhe asnjëri s'na ka ardhur. Në momentin e parë që i morëm telefon të tërë ishim prezent këtu. Nga dita e ditë të nesërmen s'kemi parë gjë fare këtu, përveç bashkisë me një mjet të vogël. Njerëzit dhe banorët e lagjes këtu dhe sidomos të fshatit janë në gjendje emergjence dhe janë pa mbështetje. Në krah këtu kemi shtëpi banimi. Këtu kalon 10.000 10.000 volt. Me këtë lagështi, me këtë situatë që është përmbytur transformatori, nuk e di se mos kemi edhe probleme të tjera. Tani po presim nga drejtoria e OSHS, se folëm në mëngjes, që do na vijnë të ngrënë transformatori në lartësi dhe të bëjnë ata veprimet e tjera për të siguruar energjinë elektrike. Autoritetet lokale theksojnë se po monitorojnë nga afër gjendjen, ndërsa banorët kërkojnë zgjidhje të shpejtë dhe afatgjatë
për të shmangur përsëritjen e situatave të tilla. Për momentin rreziku mbetet i pranishëm dhe fati i kabinës elektrike si dhe i disa banorëve do të varet nga intensiteti i rreshjeve në orët në vijim. Rreshjet e djeshme kryan problematika të shumta në bashkitë Delvin, Finiq dhe Sarandë. Nën prefekti Sarandës Kristaq Kiço thotë se ekipet e emergjencave po punojnë për evidentimin e dëmeve në teren, ndërsa shton se problem kryesor mbetet furnizimi me ujë të pijshëm i ndërprer për shkak të turbullimit të ujit nga burimi i Navaricës dhe puset e Vrionit, ku po punohet për pastrimin dhe rikthimin e shërbimit normal. Në 24 orët e fundit, situata në 4 bashkitë më jugore vjen duke u normalizuar. Kjo edhe se strukturat gjatorëve të ditës e të natës kanë qenë dhe janë duke vepruar në teren. Këtë panoram pune sjell për RTSH Gjirokastra nën prefekti Sarandës Kristaq Kiço. Dje është punuar gjatë gjithë ditës të gjitha strukturat e pushtetit lokal, por edhe të emergjencave, edhe forcat e ushtrisë të cilat kanë mbërritur nga Gjirokastra për të ndihmuar bashkinë e Delvinës, që kishte më shumë problematika. Është ndërhyrë dje në argjinaturën e Çukës gjatë gjithë mbasditës, sepse siç e kemi parë dhe konstatuar edhe vetë, ajo ishte në pikat e saj maksimale. Dhe nëse do vazhdonte akoma ai intensitet shiu, atëherë do krijojë një problematik shumë serioze në zonën e Çukës deri në liqenin e Butrindit. Fatmirësisht në këto momente uji është rregjur, ka rënë niveli i atij. Është nga informacionet që kam edhe në këto momente është hapur edhe rruga e cila lidh Çukën me qytetin, por edhe me pjesën tjetër të rrugës nacionale. Ndërprerja e përkohshme e furnizimit me ujë të pijshëm e diku edhe të energjisë elektrike është në fokus të punës. Nën prefekti Kiço thotë se në orët e pasdites rikthehet furnizimi normal me ujë edhe për banorët e Sarandës. Ajo që është për të theksuar dhe besoj është e rëndësishme, është problematika që është krijuar me furnizimin me ujë të popullatës. Dhe si që kemi në Sarand, edhe në Delvin, por edhe në zonat e tjera, që janë të lidhura edhe me furnizimin me ujë nga Navarica, nga stacionet e Vrionit, të Merkos, por edhe stacionet e pompimit në Delvin. Rivendosja e lidhjes rrugore mes qytetit të Delvinës dhe 3 fshatrave në akset e dëmtuar mbetet përparësi. Strukturat e emergjencave civile janë duke punuar për evidentimin e dëmeve, por edhe me riparimin e një sër urash të vogla, por edhe të rrugës e cila bashkon Delvinën, lidh Delvinën me fshatrat Lefteror, Kakodhiq dhe Varfaj. Paraditja e sotme deri pas mesdite pareshje ka ndihmuar që të jetë më efektshme ndërhyrja energjike për normalizimin e situatës pas 2 ditënetësh me prurje të pazakonshme uji. Ndërsa në bashkinë e Delvinës ka nisur puna për pastrimin e banesave dhe rrugëve nga inertet e sjella prej përojit dhe lumenjve pas rreshjeve të dendura që krijuan situatë të rënduar. Ndërhyrjet e ekipeve në teren kanë bërë të mundur hapjen e rrugëve më problematike në qytet, ndërsa në disa segmente rurale puna vijon intensivisht, ndërkohë që bashkia ka marrë masa që asnjë familje të mos mbetet pa shërbim. Rreshjet e dendura kanë shkaktuar probleme serioze në bashkinë Delvin, ku prurjet e lumenjve kanë bllokuar disa rrugë dhe kanë sjellë përmbytje në zona të ndryshme. 3 banesa në qytet janë përmbytur dhe banorët janë evakuuar në kohë nga strukturat e emergjencave. Ndërhyrjet në teren kanë bërë të mundur hapjen e rrugëve më problematike brenda qytetit, por disa segmente rurale si rruga për në Lefteror, Kakodhiq dhe Varfaj vazhdojnë të jenë të pakalueshme. Punohet intensivisht për normalizimin e tyre. Për menaxhimin e situatës është kërkuar mbështetje me 30 efektiv nga Drejtoria Rajonale e Mbrojtjes Civile Gjirokastër. Sipas Eris Hamitit, shefi kabinetit të bashkisë Delvin, ka nisur punët për pastrimin e banesave dhe rrugëve nga inertet e sjella nga përroj dhe lumenjt, ndërsa janë marrë të gjitha masat që asnjë familje të mos mbetet pa shërbim. Grupet e emergjencave vijojnë punën në çdo cep të bashkisë. Kemi pasur në gjitha akset kryesore të rrugëve kryesore të qytetit. Kjo për gjithë ky shim me këtë intensitet ka të nxjerrë gjithë
inertet në rrugët kryesore të qytetit, lagjeve dhe fshatrave. Grupet të emergjencave civile të gjitha të bashkisë janë në dispozicion të prefekturës, na kanë ardhur forca edhe nga bashkitë fqinje. Patëm ja 2-3 familje që patën përmbytjen banesat e tyre dhe ne në kohë shumë të shpejt me grupet tona i kemi evakuar. Kemi bërë të mundur rehabilitimin e shtëpive, mundësim për të shmangur përmbytja në vazhdimsi. Dhe gjitha grupet janë teren duke punuar që në asnjë familje mos të mungoj shërbimi, pastrimi dhe rehabilitimi nga kjo situatë. Ka Kodhik, Lefteror dhe Varfaj, aty janë duke punuar mjetet për pastrimin e tyre, kemi bërë kërkesë edhe te KMC-ja të na vendosin mjetet e tyre në dispozicion, por deri tani gjitha grupet janë në teren, punohet në çdo cep të bashkisë për të rehabilituar çdo problem. Aktualisht të gjitha akset nacionale në bashkinë e Delvinës janë të hapura për qarkullimin e mjeteve, ndërsa autoritetet vijojnë monitorimin e situatës. Strukturat e emergjencës në qarkun Gjirokastër kanë punuar pa ndërprerje për menaxhimin e prurjeve të larta dhe dëmtimeve nga rreshjet. Në një dalje publike, përfaqësues të Agjencisë së Mbrojtjes Civile raportojnë se situata është drejt përmirësimit, ndërkohë që mbeten nën monitorim dhe gatishmëri të gjitha strukturat dhe forcat e armatosura. Për më shumë juftoj të ndiqni raportimin e Agjencisë së Mbrojtjes Civile. Strukturat e mbrojtjes civile, njësitë vendore dhe forcat armatosura kanë punuar pa ndërprerje gjatë 24 orëve të fundit për menaxhimin e prurjeve të larta si pasojë e rreshjeve të shiut, pastrimin e akseve rrugore, mbrojtjen e banesave dhe evakuimin e qytetarëve në zonat e rrezikuara. Në qarkun Gjirokastër, në Libohov, po punohet për zhbllokimin e aksit Suh-Poliçan pas shëmbjes së rrugës, ndërsa në Dropull, ekipet po punojnë për disiplinimin e ujrave dhe rikthimin e energjisë. Në Memaliaj po ndërhyet në aksin Alkomej-Majtepelen për riparimin e trupit të rrugës. Prania e ujit në disa akse të Gjirokastrës po monitorohet nga strukturat vendore. Në qarkun Vlorë, forcat armatosura dhe strukturat vendore po punojnë për evakuimin e familjeve të prekura nga dalja e lumit Kalas dhe për zhbllokimin e rrugëve ndërmjet fshatrave. Në Finish po ndërhyet për largimin e ujrave dhe mbështetjen e familjeve të evakuara, ndërsa në Selenis po pastrojnë rrëshitjet në aksin Brataj-Kuç. Në Sarand po largohet uji nga banesat e përmbytura dhe po asistojnë familjet. Niveli i vjosës vijon të monitorohet në mënyrë të vazhdueshme. Në qarkun Fjerë, në Lushnjë, po monitorohet situata nga dalja e lumit Seman në toka bujqësore. Nuk ka rrezik për banesat. Ndërsa strukturat vendore po garantojnë funksionimin normal të akseve rrugore, energjisë dhe ujësjellësit. Ministria e Mbrojtjes dhe Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile mbeten në monitorim të pandërprerë dhe në gatishmëri për ndërhyrje të menjëhershme në rast të përkesimit të situatës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve hodhi sot shortin për përcaktimin e KZAZ-ve, qendrave dhe kutive të votimit që do t'i nështrohen verifikimit pas zgjedhor. Në qarkun e Gjirokastrës do të verifikohen 14 kuti, prej të cilave 2 janë të votimit nga jashtë. Procesi synon të garantojë transparencë dhe kontroll të rregullt të administrimit zgjedhor. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka hedhur sot shortin për përcaktimin e KZAZ-ve, qendrave të votimit dhe kutive që do t'i nështrohen procesit të verifikimit pas zgjedhor, një procedurë standarde që synon të garantojë transparencën dhe integritetin e procesit zgjedhor. Sipas shorteut të hedhur në rang vendi janë përzgjedhur disa qendra votimi dhe kuti specifike, të cilat do të kalojnë në një kontroll të detajuar të dokumentacionit dhe materialeve zgjedhore. Në qarkun e Gjirokastrës janë përzgjedhur gjithsej 14 kuti, nga të cilat 2 përkasin votimit nga jashtë, pjesë e projektit të ri të votimit për shtetasit shqiptar që jetojnë në emigracion. Në qarkun Gjirokastër do të kemi 12 qendra kuti votimit, të cilat do i nështrohen verifikimin dhe janë si më poshtë. KZAZ 77, 41-34 fraksion 00, KZAZ 78, është qendra votimit 41-20 fraksion 00, KZAZ 79, qendra votimit 43-54 fraksion 00, KZAZ 80, qendra votimit 43-60, KZAZ 81 do të ketë 3 qendra votimi që janë qendra votimit 22-33 fraksion 00 dhe 22-34 fraksion 00 dhe 23-13 fraksion 01. Në KZAZ 82 janë një kuti,
është qendra votimit 4339, në Kozarcën 83 janë 2 kuti, 2 qendra votimit që janë 4273 fraksion 01 dhe 4286 fraksion 00. Dhe do të kemi 2 kuti të votimit nga jashtë të qarkut Gjirokastër që janë kutit GI fraksion A, fraksion 006 dhe GI fraksion A, fraksion 023. Verifikimi pas zgjedhor përfshin kontrollin e fletëve të votimit, listave të zgjedhësve, praktikave shoqëruese dhe çdo materiali tjetër që lidhet me administrimin e procesit në ditën e votimit. Ky proces është pjesë e mekanizmit ligjor të garantimit të besueshmërisë së zgjedhjeve dhe përdoret si një instrument për vlerësimin e cilësisë së administrimit nga komisionet zgjedhore. Rezultatet e verifikimit do të publikohen nga KQZ sipas afateve të përcaktuara në kodin zgjedhor. Mes 40 kurseve që ofron qendra e formimit profesional në Gjirokastër është edhe ai i kuzhinës. Në drejtimin e instruktorit Besnik Hoxha, pjesëmarrësit mësojnë sekretet e recetave të gatimit, duke i zbatuar ato në kuzhinën që ofron qendra. Të rinj të shprehen se janë të interesuar për të shtuar njohuritë me qëllim që të aftësojnë sa më shumë në këtë drejtim. Është një nga kurset më të hershme që ofron qendra e formimit profesional në Gjirokastër dhe nga më të frekuentuarit. Kursi kuzhinës vazhdon të marrë interesin e moshave të ndryshme, por kryesisht të rinjve të cilët duan të perfeksionohen në fushën e gatimit për të punësuar diku, për të shërbyer në bizneset familjare apo edhe thjesht për pasion. Kemi të përgatuar shifshi, një ushqim tradicional me përbërës oriz, miell, vezë, piper i zi, të gjitha erzat. Çfarë është ajo që e bën të veçantë qifqinë ose sekreti i qifqisë? Më të veçantë e bën erzat dhe orizi, e me maliaj. Dhe vi çdo ditë 2-3 herë në javë, 4 herë në javë për të mësuar diçka të re, për të ecur përpara. Po se diçka që më pëlqen, kam pasion. Ku ke qenë më herët? Unë kam jetuar jashtë dhe jam rikthyer. Pse? Sepse mendova pse mos të vazhdoj të eci përpara këtu, dhe pse të vazhdoj të eci përpara ande, ndërkohë që siguria është vendim dhe më pëlqen, pse jo. Duket bërë byreqe në këto momente, edhe kemi dhe sipas pamjeve aty kemi bërë qofte, kemi bërë sipas gatimeve tradicionale. Kemi bërë evani, kemi bërë, janë pjesë e atyre qifqive aty, edhe gjatë proceseve do bëjmë edhe gatimet tjera, më pëlqen shumë si kurs, është si kurs i veçantë, edhe... Ti punon? Punoj, kam një restorant intim në qytetin e Memaliaj, edhe kam praktikuar atje, po këtu kam ardhur për të mësuar edhe më shumë gjëra akoma. Atje punoj me gatime tradicionale, me tava, sallatra, gjëra tradicionale që mban byreqe, që mban zona jonë. Mendoj se është një zgjedhje mirë për ne të rinjt, me që kam dëgjuar kuzhina shumë e përparuar, sidomos në Gjirokastër, se mos të ishim në pjesë e kësaj. Mendon që do të punësojsh nesër diku? Besoj se po. Kërkohet shumë, sidomos në sezonin e turizmit, kuzhina është mjaft e kërkuar. E ke me qef në fakt? Po. Si kanë ecur këto ditët e parë? Në fillim pak vështirë, sa ti marrësh dorën, po pastaj kalon. Gjatë këtij kursi 3 muajor, pjesëmarrësit mësojnë më shumë mbi mënyrën e gatimit, por edhe mënyrën se si ta shërbejnë ushqimin. Kualifikimi sipas instruktorit është i rëndësishëm për të gjithë ata që kërkojnë ta ushtrojnë këtë zanat. Rinia ka dëshirë të madhe të mësoj kuzhinën, disa janë për biznes të tyre, disa janë për të punësuar, disa vinë dhe për të mësuar të dinë në jetë të gatuajnë. Pijen për vete të tyre të zotë. Është gjëja shumë e bukur, se është një brez i ri që ka dëshirë për të gatuar. Kanë dëshirë për të mësuar gjëra të reja. Kemi një pjesë të tyre që kanë dhe bujtina. Është ndryshe të punosh në një bujtin pa kaluar i kualifikuar, kur je në kualifikim,
mëson të shërbesh, mëson të sillesh, mësohesh me një kulturë, rrit cilësinë, rrit shërbimin, po duke rritur cilësinë e shërbimit, rritet dhe ekonomia, shtohen klientët. Se ata që të vinë aty i thonë tjetërit, ose shkruajnë për këto rrjetet sociale. Prandaj kualifikimi, sado që të dish, duhet të jesh i kualifikuar. Ndikon në shërbim, në ekonomi, në turizm, në çdo gjë. Pasioni tyre është shumë i madh, kanë dëshirë të mësojnë gjëra të reja, si tradicionale dhe klasiket, edhe gjërat më elementare dhe në shërbim të pjatave, dhe në zbukurim të pjatave, kanë kërkesë të madhe dhe kanë dëshirë. Janë rreth 40 kurse të tillë që ndiqen kryesisht nga grup mosha 30-35 vjeç. Për realizimin e tyre, Qendra e Formimit Profesional bashkëpunon me mbi 20 biznese. Kur në ndan vetëm një muaj nga ngjarja më e madhe muzikore e këtij viti, festivali 64 i këngës në radio televizionin shqiptar, ka nisur zyrtarisht provat. Artistët dhe formacioni muzikor janë mbledhur në sallën e orkestrës së RTS-s, duke i dhënë start përgatitjeve të para të edicionit të ri. Atmosfera në radio televizionin shqiptar është gjallëruar teksa ka nisur provat për Fest 64, festivalin e këngës që pritet të sjellë zëra të rinj, krijime origjinale dhe energji të reja në skenën shqiptare. Mbrëmjen e 19 nëntorit kanë performuar artistët e parë, ndërsa të tjerët do t'i bashkohen provave në 20 nëntor në mbrëmje, duke përmbyllur fazën e parë të përgatitjeve muzikore. Artistët po punojnë në detajet e interpretimit live, ndërsa formacioni muzikor po përshtat çdo këngë sipas konceptit të tyre artistik. Këto ditë janë vendimtare për të harmonizuar çdo element që do të dëgjohet në netët e festivalit. Gjatë provave, disa prej artistëve zbuluan më shumë rreth krijimeve të tyre. Alice, Erik Loshi dhe Endri Kaçaçi treguan për këngët që sjellin këtë vit, bashkëpunimet dhe pritshmëritë që kanë për skenën e Fest 64. Ata shprehen se presin një festival të fortë, plot risi dhe me këngë që do të mbeten gjatë në mendjen e publikut. Kjo këngë është një këngë shumë personale, që tekstin e ka bërë Disa Raxhini, muzikën e kam shkruar edhe orkestrimi nga Rit Barbullushi. Kjo është një këngë që them drejtën mu më prek sa herë dëgjoj edhe sot ishte prova e parë dhe nuk ma kishte marrë mendjen se do prekem prapë kur dëgjova me orkestër, ishte një perceptim komplet tjetër. Përshëndetje të gjithëve, jam privilegjuar që të vi me një produksion, me një kompozim të maestros Flamursheu, me orkestrim të Sokol Marsit dhe me një tekst bërë nga Betun. Nuk e besoj kur që do ishin një treshe të tillë, një dyshe të tillë si maestro Flamursheu dhe Sokol Marsi, po ja që jam. Erdhi edhe momenti im. Kënga titullohet 2 pika dëshuria, siç e dini. Si çdo konkurrent që futet për garuar në një garë, presit të fitojë çmimin e parë, më të mirë. Sapo kemi mbaruar në fakt provat e para të festivalit. Unë prezantohem këtë vit me këngën Si Unë, tekstin e kam shkruar vetë, kompozimi është i Erken Cykës dhe jam shumë emocionuar, jam shumë i lumtur të jem këtë vit pjesë e festivalit. Festivali 64 i këngës pritet të vinë në skenë me gjithë magjinë e tij, ndërsa faza tjetër e provave do të vijojë në Pallatin e Kongreseve, atje ku do të nisë dhe puna për performancat finale. Përfunduam këtu të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ në RTS Gjirokastra. Ndajemi duke ju uruar shikim të këndshëm të programeve në vijim.